Në gjykatën kushtetuese u shqyrtua të hënën ligji për zonat e mbrojtura, për të cilin opozita thotë se është në kundërshtim me kushtetutën dhe konventat ndërkombëtare. Deputetja Ina Zhuba, që përfaqëson opozitën në gjykim, u shpreh se ligji i hap derë ndërtimeve private në zonat e mbrojtura duke rrezikuar statusin e tyre. Pra i barazon tokën e pambrojtur në mes të Tiranës për nga procesi i marrjes lijes dhe tokën në parkun e Budrinit apo në lagunën e Nartës. Argumentet e opozitës u kundërshtuan nga përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave dhe Parlamentit, duke thënë se ligji është hartuar në përputhshmëri me konventat ndërkombëtare dhe qëllimi është parafrimi i legjislacionit me Bashkimin Evropian. Është ligji objekt shqyrtimi, fokusohet në menaxhimin e zonave të mbrojtura, veçanërisht duke adresuar sfidat mjedisore dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Gjithashtu, ky ligj nuk është i veçstatueshëm. Zbatimi i tij kërkon nxjerrjen e akteve nënligjore, gjatë të cilave do të parashikohen procedura të reja konsultimit publik dhe për informim të palëve të interesuara. Ligjin e kundërshtuan edhe organizatat e trashëgimisë kulturore, ndërsa Kuvendi i Shqipërisë tha se ana procedurale e tij ka qenë bazuar në ligj, gjë që opozita e hedh poshtë. Dhe të gjitha këto janë të cënuar tashmë me ligjin e ri dhe sigurisht këto standarde nuk janë thjesht qëndrojnë vetëm më vete, po ndihmojnë edhe si udhërhyese për pjesën e negociatave për kapitullin 27 që jemi në procesin e antarësimit Bashkimit Evropian. Ligji diskutueshëm u miratua mes përplasjeve të forta politike në shkurtin e vitit 2024, ndërsa Bashkimi Evropian tha se do ta monitorojë nga afër zbatimin e tij për të siguruar që do të jetë në përputhje me ligjet evropiane dhe direktivat e Unionit. Kushtetuesi apritet të shprehet për ligjin në javët në vijim përpara gushtit të këtij viti.